se shumica apo pjesa dërmuese e tendrave në projekte të rëndësishme infrastrukturore janë bërë kohën që Eviz Berberi ka qenë drejtori I rrugëve. Vartës së saj. Tani, unë do ndalem më shumë, nuk duhet ngelem sepse neve nuk duhet të bie në ripërsëritje. Unë të themi gjë që ka lidhur me dosje Balluku kemi shumë të reja. Nga I fjalën për zbërthimin e celularëve të vartësve të saj, një vendim që është marrë së fundmi? GKO ka vendosur, sepse unë ta kam përmendur dhe me emrat të gjithë ata oligarkët, ata që njihen si oligarkët, njerëzit që kanë përfituar tendra nga Belinda Balluku, që kanë qenë tendra të paracaktuar, jo tendra me merit. Të ndajmë oligark apo biznesmen të mirëfill që cilët kanë fituar tender sipas meritës dhe garës, por këta janë oligark të cilët kanë përfituar tendra me paracaktim dhe të koordinuar të orientuar nga Belinda Balluku. Për mua, unë e kam thënë dhe publikisht, sepse di dhe detaj nga dosja, që SPAK drejt kësaj do shkonte, drejt zbërthimit telefonave, që të përcaktoj edhe njëherë akuzën e re për çështjen Balluku, e cila përveç shkeljes barazisë në tendera, përfshirje në garë, Belinda Balluku tashmë do marrë dhe akuzën e re që do vi, është një akuzë për korrupsion. Do vi nga SPAK tani? Do artikulohet edhe njerë akuza dhe do jetë e shkruar e zeza mbi të barë, siç ka sugjeruar kryeministri, se kryeministri këtë ka thënë gjithmonë. Nuk ka patur një akuzë për korrupsion, e shkruar e zeza mbi të barë nga SPAK. Unë ta kam thënë këtë gjë që ta kam përsëritur, mendoj që hapi parë SPAK po lu një lojë strategjike me çështjen Balluku. Pra po I merr hapa dal nga dal. Ndryshe nga Altin Dumani. E ndikuar nga politika apo jo? Jo, është duke kryer detyrën e tij. Presionet kanë mbaruar tashmë, është ezauruar Balluku politikisht. Unë di them këtë gjë, nëse Altin Dumani. Ezauruar jo, sepse është konfirmuar drejtuesi I qarkut Fierit Almen. Ma le ta konfirmoj, ma le ta shtjelloj. Deri dje SPAK I kryente procedurat me vëmendjen që media I merrte atë ndriçimin dhe dritat I merrte Altin Dumani. Ndryshe është drejtuesi I SPAK I cili punën dhe kontributin e dosjeve po ja jep prokurorëve dhe s'po merr as pak vëmendje. Tani që mos të shkputem. Hapja e telefonave, vendimi I gjykatës GKO-s për çeljen e telefonave dhe komunikimeve të oligarkëve me Belinda Ballukun do çoj para drejtësisë, do marrë të pandehur disa oligarkë. Ndërmjet tyre janë Bashkim Ulaj, është pronari 4AM Ardit Metalie që është përsëri bashkëpunëtor I ngushtë I Bashkim Ulajt, gjithashtu edhe dhëndri Belinda Ballukut që është arbër